Zyrat vendore të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive në Sarandë kanë arritur të punësojnë një numër të konsiderueshëm të rinj përmes programeve të ndryshme të punësimit. Këto iniciativa kanë synuar jo vetëm uljen e papunësisë, por edhe krijimin e mundësive konkrete për zhvillimin profesional brenda qytetit. Sipas përgjegjëses Anisa Çuçi, vihet të re një interes në rritje nga ana e të rinjve për të përfshirë edhe në praktikat profesionale. Këto praktika u japin atyre mundësi të fitojnë përvojë të drejtë për drejtë në tregun e punës dhe të ndërtojnë aftësitë të nevojshme për karrierën e tyre të ardhshme. Kryesisht në zyrën e punës frekuentohet nga të rinjt. Nëpërmjet programeve tona të punësimit, të rinjt mundohemi të mbështesim nëpërmjet startupeve të zyrës tonë, nëpërmjet programeve të nxitjes së punësimit dhe nëpërmjet punësimeve sezonale dhe gjithëvjetore. Ne vjet kemi pasur shumë të rinj që janë interesuar për praktika profesionale. Falë mbështetjes ofruar nga këto programe, shumë të rinj po zgjedhin të mos largohen nga Saranda. Ata po qëndrojnë në qytetin e tyre duke u aftësuar në sektor të ndryshëm dhe duke kontribuar në zhvillimin ekonomik lokal. Të rinjt e Sarandës preferojnë të punësojnë në qytetin e tyre dhe si punonjës dhe si administrator edhe si me vetpunësim. Në përgjithësi nga Saranda i kemi të punësueshëm në Sarandë. Një rol të rëndësishëm në këtë proces e luan edhe punësimi sezonal, i cili u jep mundësi të rinjve të angazhohen sidomos gjatë periudhave turistike. Ky kombinim mes trajnimit dhe punësimit po ndihmon në krijimin e një perspektive më të qëndrueshme për të rinj në qytet.